بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falëndërim dhe lavdrim takojnë Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, po takom në këtë mezhlis të ri me lejen e Allahut Azza wa Jall. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na jap bereqet, të na jap dije të dobishme dhe të na jap vepra të pranuara dhe të mira tek Ai. Tema në të cilën ose për të cilën jemi të buqë të flasim ka të bëjë me një fitnë të madhe. Pse të flasim në këtë kohë për këtë fitnë, pasi që koha jonë specifikohet se është koha e fitneve. Bile nuk ka një periudhë që nga krijimi i Ademit alayhi salatu wasalam e deri tek dërgimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që ka fitnë më shumë se sa në kohën të cilën jemi duke jetuar. Gjithë njerëzit para kohës sonë kanë pas fitne të izolume në një aspekt nga aspekte që i kanë godit ata në jetën e tona. Ndërsa në kohën tonë këto fitne janë mbledh dhe janë tubu dhe nga të gjitha anët na vijnë. E fitnet e kanë një synim, e kanë një qëllim, e kanë një cak. Gjitha fitnet e kanë cakun që të godisin ty dhe ta zbehin, ta dobësojnë bindjen tonë në Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Hudhaifës që transmeton Muslimi në Sahih. Fitnet i paraqiten zemrës nga një edhe i ekspozohen asaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë shembullin, ka thënë sikurse e keni pa unë po përkthej kështu më bukfalisht, a keni pa atu pjesë të hasrat, për të qështruan, që janë njëra pas tjetrës, apo nuk kanë zvrasti njëra mes tjetrës, po janë njëra pas tjetrës më njerë, thot, qështu, pa ndërprej, paraqiten fitnet para zamrave. Ejuma qalbin ushribaha, një zamër e pranën një prej fitneve, i bëmball 10, 11 mbjen, i bëmball 100, 101 mbjen, atër vendoset në zemër një pikë e zezë. Dhe vazhdon kështu që deri sa të zbehet zemra apo të shndrohet zemra e mbrojtur nga ana e Allahut Azza wa Jall, la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Mos ta dëmtoj fitnia përderisa të ekziston toka dhe qielli. Ka njerëz që fitnet nuk e dëmtojnë pasi që ai është i lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe e din se natyra e kësaj bote është fitne. Edhe e kupton këtë sunetin e fitneve si në vetën e tij, në shëndetin e tij, pasurinë e tij, në gruan dhe fëmijën e tij, në akraballakun e tij, gjithkund e kupton se është para fitneve dhe gjithmonë është i mbrojtur, edhe dikush nuk e kupton fitnën në këtë formë edhe dorëzohet para saj. Nëse jemi duke kuptuar se fitnet që janë duke na rrethu e kanë synim dobësimin e fetarisë tonë. Pse? Se fitneja e pasurisë të rrezon dhe dobëson. Fitneja e fëmisë të rrezon dhe dobëson. Fitneja e problemeve shëndetësore të rrezon dhe dobëson. Për këtë ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e njohur që është tek Imam Ahmedi në Musnedin e tij se fëmia është frikë edhe është kooperaci. Fëmija ki, po para se me pas fëmijë ki pas një dos tjetër të trimëris, pasi që ki fëmijë qysh bjen ajo dhe zavendësohet me një pjesë të frikës. Për shkak se tash më thu, nuk e thjesht veçone, po e kam edhe dikant tjetër, dhe tutesh me marrë vendim. Edhe fëmija është edhe me gjbene, për që të bën frikacak po edhe me bëkhale, edhe të bën kooperac, se përpara si jetut me jep, tash jo llogarit se e kam edhe fëmijë. Që do të thotë një fitnë e thjesht që është nga stolit e dynjas, qysh ty ti bllokon rrugët e depërtimit tek kënaqësia e Allahut Azza wa Jall, lënë më kur ato fitnë shtohen dhe rëndohen, e na po e shohim realitetin që fitnat jo vetëm këtu rrafshe, por edhe në gjitha rrafshet tjera të jetës na kanë ngulfat thujse. Por fitnaja e Mesih e Dejjalit është komplet një dimension tjetër.
Ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma ju'ilat fitnatun, nuk është zbrit dhe nuk e ka godit njerëzimin një fitnë, një sprovë, veç se ti shërbej sprovës dhe fitnës së Dejxhallit. Krejt këtu tjerat janë që ti shërbejnë atij. Krejt këtu tjerat janë që ti shërbejnë atij. Pse? Sepse shkon duke u dobësu njëri pranë fitneve, duke u dobësu, sa që kur paraqitet kjo fitnë e madhe, zër ka ball njëri që t'jetë stabil para asaj fitnej. Pastaj ka ardhur në një nga transmetimet se kur është harru ose kur harrohet Dejxhalli dhe përmendja e tij nga njerëzit e dijes dhe nga mimberet, është afru koha paraqitjes së tij. Sepse njerëzit e harrojnë fitnën e tij, atëherë jëm pje kushte që del të paraqitet ai. Përderisa njerëzit i dinë cilësitë e tij, edhe e lusin Allahun azza wa jall që t'i ruajë nga fitneja e tij, edhe e kuptojnë se çdo fitnë që është duke na ndodhur, çdo sprovë që jemi duke godit, është tu e përgatit terrenin për të, këta janë më të ruajtur dhe më të mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala. Plus saj, na po e shohim që fitnet me të cilat vjen Dejxhalli, që tashti në jetën kohës tonë bashkëkohore, që ato fitne janë duke u hyjnizu. Fitneja pasurisë, fitneja e promovimit të njerit veç për shkak se ka pushtet, ose për shkak se ka famë, ose për shkak se ka pasuri. Nuk këshyret e meta e tij, nuk këshyret e kalumja e tij, nuk këshyret e tashmja e tij, nuk këshyren krimet e tij, po këshyret çka ka ai. Ka pasuri, ka pushtet, është i mirëseardhur. E nëse që kjo është veç prezente tash, edhe secili e shohim, atëherë kur kalohen këtu për masa, edhe vjen dikush i cili thotë që dynjaja dhe çka ka te, dorë tani është ta japi. Që xheneti dhe të mirat e tij çoj ku janë, hen xhenet. Çfarë fitnë ka me qenë ajo? Padyshim që është shumë e madhe. Ne inshallah sot kemë me filluar që të flasim për të, edhe kemi ju referu haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të gjitha kapitujt që kemi me fol. Sepse Dejxhalli dhe fitnia e tij nuk përmenden në Kur'an. Dejxhalli dhe pse fitnia e madhe nuk përmendet në Kur'an, dhe për këtë thon dietarët për të Ibn Kathiri, thonë se çështja e tij tek Allahu azza wa jall ukun dhe është më e ultë dhe e nënçmuar se sa ta përmend në librin e tij. Për shkak se ai pretendon të bëj rivalitet Allahu azza wa jall në rububie, apo sa ai thot unë jam Zoti, apo e Allahu azza wa jall nuk e ka lënë atë që të përmendet në Kur'an dhe të ketë ai në veten e tij një farlloj vetpëlqimi që çfarë fitnë jo më në Allahu ka përmend në Kur'an. E para është kjo, Allah azza wa jall se ka lënë që të përmendet ai në Kur'an që të mos la yata'adham fi nafsihi, mos të jetë mundësi që ai të konsideron vetën se ai është shumë i madh, apo sa që Allah ka përmendur në Kur'an. E para dhe e dyta që të realizohet fitneja e plot me të. Se po të kish ardhur përmendja e tij në Kur'an, njerëzit e kishin pas parasysh se me të vërtetë që ka fitnë e madhe se ka përmendur Allah azza wa jall në Kur'an. Por Allah azza wa jall nuk ka përmendur Kur'an, po e ka përmendur ai të cilit ka zbrit Kur'anin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe njerëzit kanë rënë fitnë, kanë thonë po të kish qenë shumë i madh ai dhe fitnia e tij ish përmend Kur'an. Por derisa nuk është përmend Kur'an, s'është i rrezikshëm, e që tu kanë rënë fitnë përmes Dejxhallit, pasi që Kur'anin na e besojmë që i ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe fjalëve të tij besojmë që besojmë Kur'anit, apo për shkak se krejt ka qenë shpallje, in huwa illa wahyun yuha. Krejt ajo që thot ai, e flet ai, vepron ai është wahyun yuha, shpallje nga Allah azza wa jall. S'ka dallim mes asaj dhe asaj. S'ka dallim mes asaj që është Kur'an dhe mes asaj që është sunet, sa i përket relacionit se është shpallje nga ana e Allahu subhanahu wa taala. E për këtë shkak kanë Dejxhalli edhe në formën se si na kanë ardhur lajmet për të, është fitnë. Sepse njerëzit qysh nga herët, nga Mu'tazilit dhe Khawarij dhe Jahmit e kanë mohu Dejxhallin. Edhe pretendimi i tyre nuk pse s'është përmend Kur'an. Edhe kanë rënë në fitnë duke e refuzu dhe mohu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Emri i tij është përmend në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me 4 emërtime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ai është El-Mesih ad-Dajjal. Mesih ad-Dajjal. Hadithin transmeton Muslimi, "Udhu billahi min fitnetil Mesih ad-Dajjal." Kërkoni mbrojtje tek Allah azza wa jall nga fitneja e Mesihu Dajjalit. Transmeton Muslimi. Është ardhur emërtimi i tij Mesih ad-Dalala. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Mesihu ad-Dalalati yakhruju min qibali al-mashriq." Mesihu i humnerës i dalaletit ka me dalë nga ana e lindjes. Transmeton Ibn Hibban. Është ardhur emërtimi i radhës El-A'war ad-Dajjal. El-A'war ad-Dajjal. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna al-A'war ad-Dajjal yakhruju min qibali al-mashriq fi zaman ikhtilaf an-nas wa furqatihim." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet El-A'war ad-Dajjal i verbërit, Dajjalli i verbër ka me dalë në kohën e trazirave dhe përçarjes që ndodh mes njerëzve, dhe dalja e tij ka me qenë nga ana e lindjes. Dhe është përmend me emrin El-A'war al-Kadhab. El-A'war al-Kadhab, i verbëri gënjeshtar, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara qawmahu aw ummatahu al-A'war al-Kadhab." Muttafaqun alayhi, Bukhari dhe Muslim. Nuk është dërgu asnjë pejgamber vetëm se ja ka tërheq ummetit të tij vërejtjen nga gënjeshtari i verbër. Me këto 4 emra është përmend në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk është përmend me një emër tjetër, edhe nëse është gjinë në disa burime tjera emërtimi i tij, sikurse Mesih me kha, më shkruan kha, e jo Mesih. E kjo është në përputhje me gjuhën e ibrije, gjuhën e qefutëve që përdoren, sepse ata e zaventojnë han me kha, apo. Por e saktë është se në hadith e ka ardhur emërtimi i tij me Mesih, apo me A'war, Dajjal, apo Kadhab dhe kështu me radhë. Pse quhet Mesih edhe Dajjal? Mesih edhe Dajjal. Çka është El-Mesih? El-Mesih, dietarët e përmendin 2 kuptime të fjalës Mesih. Kuptimi i parë është yemsah al-ard. Mesih ka të bëjë me diçka që prek dhe e përfshin diçkafin, apo. Për shembull, kur e preki dhe e përfshi me dorën tëm komplet sipërfaqe, mesahtuhu, e kam prek dhe e kam përfshi komplet sipërfaqe. Thonë Mesihi është ai që e përfshin me ecjen e tij, me prezencën e tij sipërfaqen e tokës. Për këtë shkak ka ardhur hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se s'ka me met vend, qytet apo fshat në sipërfaqen e tokës vetëm se ka me hy Dajjalli me përjashtim të Mekkës dhe të Medinës, që do të thotë ka mu përfshi krejt toka nga fitneja e tij. Edhe për këtë shkak është El-Mesih, që ka me përfshi krejt tokën me fitnën e tij. E para dhe e dyta, mesh ka të bëjmë edhe me diçka kur fshihet, apo diçka kur mbyllet, apo e kanë thonë ka mundësi që emri Mesih i atribuohet atij në aspektin që ka njërin sy të mbyllur. Do thotë njërin sy e ka të verbër, edhe verbëria e tij është se ai sy i tij është i mbyllur. Ka transmetime të tjera që njëri sy i tij është i verbër, tjetri sy i tij është i mbyllur nga një copës mishi që i rën përmi. E kështu që krejt këtu po tregojnë për një tmet që e ka ky El-Mesih. E pse ka cilësimi i këtij Mesihut se është Dajjal apo Kadhab? Dajjal është i ka 2 kuptime. Fjala Dajjal i ka 2 kuptime. Kuptimi i parë i fjalës Dajjal është gënjeshtra, e kjo është përputhje me transmetimin i verbër i gënjeshtar. Edhe kuptimi i dytë i fjalës Dajjal ka të bëjë me mumawwih, ai që u pështjell njerëzve çështje. Domethënë, dikush ata sharron diçka, dikush vjen edhe ta pështjell çat çështje. Ti thu bën mirë kuptova, ky vjen tash në të kundërtën,
ta humbat qartësin, ta paqartëson, ta mjegullon qatë çështje. E Dejjalli është Mesih e Dejjal, edhe është gënjeshtar, edhe është pështjellak i madh që ja u pështjell njerëzve çështje. Për këtë është quajtur Mesih e Dejjal. Por ulemat e thonë Mesih e Dejjal ju ka atribu gënjeshtra dhe pështjellimi këtij Mesihu që të dallohet nga një Mesih tjetër. Kush është ai Mesih tjetër? E gjejmë në Kur'an: Mal Mesihu ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nuk është Mesihu asgjë tjetër përveç një pejgamberi i dërguar. Kush është ky Mesih këto? Është Isa alayhi salatu wassalam. Sepse edhe Isa alayhi salatu wassalam e ka kryer misionin e tij duke shëtit krejt vendet për me thirrë tek Allahu azza wa jall, por pasi që të kthehet, ka me kryer këtë mision në formën edhe më të mirë. Apo ka me kryer këtë edhe në formën më të mirë, për këtë edhe ka një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është tek Ibn Majah: La Mesih illa Isa. Nuk ka Mesih dë vërtet që është ai që i shëtit vendet dhe e përhap hajrin dhe dë vërtetën pos Isës alayhi salatu wasalam. Ka transmetim la Mehdiye illa Isa. Nuk ka Mehdi tjetër, udhëzues tjetër, ka e vërteta sikurse Isa alayhi salatu wasalam. E Dejjalli ndërlidhet me Isa alayhi salatu wasalam, për shkak se shkatrimi dhe falimentimi dhe përfundimi i tij është në dorën e Isës alayhi salatu wasalam, edhe shumica e popujve që pretendojnë dhe presin zbritjen e shpëtimtarit, e që është akide, edhe qefutve, edhe krishterve, bile edhe e disa feve që kanë burim njerëzor, presin rinkarnimin e Zotit tëne që adhurojnë. Presin që aja pet ka mu këtu njetën e kësaj bote, edhe aja ka mu qenë shpëtimtari, edhe ideja e shpëtimtarit dhe shpëtuesit të njerëzimit është prezente tek krejt fejt, apo? Tek krejt fejt është kjo, se ka me ardhë dikush që është muhalles, shpëtues dhe shpëtimtari i njerëzimit. Krejt e presin dikan. Dikush e ka shpëtuesin dhe ato që ka mi shpëtu dhe ka me triumfu aj dhe feja tëne, dikush e ndërlidh me Dejjallin, sepse ata që ato e besojnë dhe që ato e pasojnë, e dikush e ndërlidh me Isën alayhi salatu wassalam. Ata që ndërlidhen me Isën alayhi salatu, padyshim që janë ndjekësit e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, se e dinë që në kohën kur ai zbret, ka mu rikthyer edhe një herë feja në çat pozitë që e ka pas qysh në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka mu zbatu ligji i Allahut azza wa jall dhe ka mu refuzu çdo gjë që i bën rivalitet Allahut azza wa jall, qoftë nga transmetime që kanë ardhur se nuk pranon xhizja, nuk pranon ekzistimin e derrit, edhe e thën kryqjen dhe kështu me radhë. Por edhe ata tjerë të presin një Mesih tëne që kanë me pasu, se që ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit kanë me pasu dhe kanë me përkra dhe kanë me ndihmu Dejjall. Hadithet në të cilat është ardhë dhe është pohu çështja e Dejjallit janë hadithe mutawatira. Do të thotë hadithet që flasin për Dejjallin janë aq shumë sa që El-Kettani për shembull i ka përmendë 100 transmetues që i përmendin hadithet e Dejjallit, 100. Me tjep me kuptu se çështja e Dejjallit u kon shumë dhe është shumë e ditur, sa që sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një periudhë nga periudhat, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lajmëruar për Dejjallin, shumica muhabetit tëne u sill rreth Dejjallit. Pse? Për shkak të fitnës së madhe që e ka dhe për shkak të rrezikut që e kanë në ndijata. Sa që kena me përmend hadithe, jenë tu se mos është të qëtu palma, që ke kopshti palmave, Dejjalli apo mos është natë tjetër. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja u ka tregu dhe u ka përshkru se çfarë cilësi shka dhe se çfarë khawarik, se në të jashtëzakonshme ka, njerëzit janë tu, qoftë edhe nëse janë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë mohusi i haditheve të Dejjallit është në rrezik të madh, sa që ka nga dietarët të cilët kanë thonë se mohusi i haditheve të Dejjallit bën kufër për shkak se hadithet e kanë arrit një drejgje aq të lartë
të fuqisë, apo janë mutawatir. Mohusi me dëmës kam i përgënjeshtru krejt këto hadithe dhe krejt këta sahabë që e transmetojnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thuti Ibn Omeri dhe Abu Huraira dhe Ibn Abbasi dhe Enesi dhe Gjabiri dhe Abu Darda dhe Abu Dherri dhe të plot apo këta këtë kanë gënjy në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e pa logjikshme, e pa kapshme apo. Krejt këta kanë gënjy, kanë shpif për atë të bekum. Atëherë nuk na jet neve me besu pastaj fjalëve që transmetojnë ata nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Plus soi që fitnë e ati sekretin e ka çatë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i vetmi që ka lajmëruar dhe ka treguar se krejt pejgamberët para meje kanë lajmëruar për të, ndërsa ne nuk e gjojmë sinjalizimin për dëgjallin as në Tevrat as në Injil. Apo që do të thotë tek krejt pejgamberët ekzistimi i tij dhe i fitnës tij ka qenë prezant, ama në asnjë libër nuk ka përmend Allah azza wa jalla çështën e tij, se vetë çështja e tij dhe pranimi i saj është fitnë. E ka disa njerëz halo pa u ballafaqu me të, binë fitnë duke e mohuar atë. Po mohimi i tij apo mohimi i ardhjes së tij apo mohimi i fitnës së tij, a i shërben fitnës së tij? Padyshim. Sepse pranimi i shërben mobilizimet dhe mbrojtjes. Mohimi i shërben pranimit. Ama afër ndjekjes së tij ka më qenë njëri i cili i mohon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo dikush i cili i beson dhe i pohon dhe i merr mësimet adekuate për të. Kështu që ai dejal, ai fitneja e tij dhe pështjellimi i tij vazhdon edhe para se vallaj. Apo edhe pasi që të vi ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që dejali është nga shenjat e mëdha të kiametit. Shenjat e kiametit, Allahu azza wa jalla ka dërguar si mëshirë, si rahmet, që ka dëshiru njerëzve, robëve të tij, mi jep stacione të shpeshta dhe mundësi të shumta që ata mu pendu dhe mu përmirësu. Për këtë shkak, kur është një autostradë caktuar me një rrezik i madh permanent, shtohen pengesat dhe shtohen lajmëruesit dhe shtohen shenjat dhe sinjalet që të tregojnë se je afru pranë rrezikut. Fillojnë ato më herët, e qëtë një shej mas çikaç kilometrave, pastaj tu afru, tu ushtu shenjat, derisa kur më rrinë, po thëmë kushtemesh 200 metrat e fundit, mu nuk mjafton veç me një sinjal, po ka sinjal të fuqeshëm që të bën edhe pengesë që me të ecë automjeti, që me të regu se më rrive më në fund, nuk është, e qështu e shenjat e kiametit. Qysh prej dërgimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë fillu shenjat dhe vazhdojnë duke u shpeshtu, kur hynë ato 10 të mëdhajat, ato janë tregues që me të kap me të shkuën ty se erdh çështja e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Hudhayfa ibn al-Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu thot ishim duke qëndru Hudhayfa ibn al-Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu thot ishim duke qëndru me një grup të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe përmendëm çështjen e Dejjalit. Thot ittala alayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakar ad-Dajjal. Thot doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na pa neve duke e përmend Dejjalin. Fa innaha lan taqum, duke përmend kiametin e prej të në Dejjalin, po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innaha lan taqum, kiameti s'ka mu bo derisa të mos e shihni 10 shaja, hatta tarawun 10 ayat. Nuk ka mu bo kiameti e s'ka me ardh as Dejjalli e as këto tjera që të tregojnë për përshpejtimin e kiametit, vetëm se kur ja nisin me ndodh çto alametet. Edhe i ka përmend ka thonë ad-dukhan, ai tymi që përhapet, pastaj ka thonë ad-Dajjal, pastaj u dalja e Dejjallit, ad-dabba, shtaza që del nga toka, tulu ash-shams min maghribiha, lindja e diellit nga perëndimi, nuzul e Isa ibn Maryam, zbritja e Isës alayhi salatu wassalam, dalja e Ya'jujve dhe Ma'jujve,
dhe tha thalath khusufatin, edhe 3 shafitje të mëdha tokës, khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jazirati al arab, thot një shafitje e madhe në tokë në pjesën e lindjes, një shafitje e madhe në tokë në pjesën e perëndimit, dhe një shafitje e madhe në tokë në jaziratu al arab, në jaziratu al arab. Pastaj tha e fundit është wa naru takhruju min al yaman tatrudu an-nas ila mahsharihim, dhe një zjarr që ka marrë në fund nga Jemeni, i cili ka mi tubu njerëzit në ditën e gjykimit, është për qëllim në procesin e fillimit të ditës së gjykimit. Ky hadith është i vërtet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është hadith i bazë që e marrin dietarët si hadith që i përmend 10 shenja të mëdha me një vend. Se ka hadithe që i përmendin të ndame, ama 10 me një vend, është hadithi Hudhaifah ibn al-Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu që transmeton Muslimi. Ndërsa ka ardhur edhe në hadithe tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. 3 gjëra kur të paraqiten, kur të ndodhin, nuk i bën dobi askujt imani, përderisa nuk ka besu më herët e sa atu. Ka thënë tulu ash-shamsi min maghribiha wa dabbatu al-ard wa ad-dajjal. Lindja diellit nga perëndimi, shtaza që del nga toka, edhe Dejjalli. Kështu këtu janë alamete të mëdha. Dejjalli është një prej shenjave të mëdha të kiametit që tregon për afrimin e tij, edhe për momentin që ka më ardhur shkatrimi dhe kataklizma e madhe që ka më godit njerëzit. Dejjalli na veç e kuptum emrin e tij dhe e kuptum rolin e tij pak a shumë, po njerëzit kur përmenden Dejjallin i shkon në mend atyre një krijesë që nuk është njeri, po ka tipar dhe cilësi që e nxjerrin nga të qendrat e njeri. E na tash po dëshirojmë me tregu realitetin e Dejjallit. Dejjalli është njeri i cili ka lind nga nona. Ka lind. Do më thonë, nona e ti ka met me barë edhe e ka lind normal, proces normal atë. Kanë transmetimet të muslimit, e që inshallah këtu kena më përmend najherë në takimet në vijema po, në Medina u përhap një lajm. Lindi një fëmi me 2 dhëm nab. Këta dhëm që në shkys, dhëmi numër 3 thojnë apo, nabi thojnë apo, treshi. Lindin në Medinë një fëmi që i kesh 4 dhëm të shkys që i ka njëri apo, 2 larë dhe 2 pusht i pat të rritur kur lindi prej barkut nonës. Të mund i pat këta dhëm që i kanë dalë edhe janë të rritur kur doli nga barku i nonës. Edhe u përhap në Medinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që lindi një fëmijë me diçka të jashtëzakonshme. E tani ngjarja e këtij është ai Ibn Sayyadi, apo Ibn Sayyad, as-Saf që e kështë emër, apo që i ka mbledh muslimi këtë transmetimet e tij me një vend. Që do të thot për të një 10 sahab janë betu në Allahun Azza wa Jall se është Dejjalli. Për ta. Pejtën e Omer radhiyallahu anhu, Enesi, Gjabiri, 10 sahab. So që Abdullah ibn Mesudi ka thonë 10 herë bëj bejnë Allahun Azza wa Jall që Ibn Sayyadi është Dejjalli. Wallahi, 10. Thot një herë së më bëj bejnë që s'është. 10 herë bëj bejnë që është, një herë së më bëj bejnë që nashta s'është. Për shkak se ato cilësi dhe tipare janë përshtat me përshkrimin e Ibn Sayyadit. Inshallah kena përmend ngjarjen e Ibn Sayyadit në njërin nga takimet. Por çështja është se ai është njeri min bani Adem. Është njeri nga bijtë e Ademit, apo njeri sikurse të tjerë. Por ai ka disa specifika që Allahu Azza wa Jall përmes tyre ka më sprovu njerëzimin. Për këtë shkak gjitha hadithet aludojnë se ajo është njeri dhe është njeri i rëndëm, i lindur, nuk është i rëndëm në veprat e tij që i bën, po ardhja e tij në kësaj bote, procesi që e kalon ai janë të rëndëmta, apo ndërsa ato që janë të parëndëmta të tij janë se Allahu Azza wa Jalla ato ka më përdorur si
ndarës mes të vërtetës dhe të pavërtetës, mes njerëzve të hakut dhe të batilit, mes të mirëve dhe të këqive, se kush e ndjek dhe e pason atë, si shkak i fitneve që i ka nga pasuria, nga dynjaja, nga xheneti, nga xhenami, nga lumej dhe kështu me radhë apo që i ka me veti, që aty pastaj dallohet i miri edhe i keqi, e sprova e tij është sprovë e dynjas, dhe një njeri i cili është adhurus i dynjas me njëherë verbuhet dhe si ashe shenjen e verbris në ftyrën e tij dhe si ashe ka thara që i shkruan ballin e tij dhe si ashe të metat e tij fizike, po e beson se është Zot, sepse ai e beson që Zoti është parja dhe ari dhe argjenti. Për këtë shkak si ti jep, thot që Zoti ma japi mu dynjan. Ndërsa besimtari thot kur ma i vendosur dhe ma i bindur se ti e gënjeshtari s'kam qenë se sot, për shkak se po e shoh me sytë e bollit qysh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lajmëruar për ty edhe je çaj që pejgamberi ka lajmëruar, sepse dynjaja dhe të mirat e saj parimisht janë sprovë edhe sprovë ron. E lëre më kur ato vijnë pa mund dhe pa lodhje, sprova është edhe shumë më e madhe. Por kjo shkak ai është njeri, edhe ka mu vra, edhe ka me dojnë gjak prej ti. Apo, ka me vra Isa a.s. në vend e shytur Babulud, apo, edhe ka me përfundu fitneja ti. Edhe njerëzit kanë me pa qysh përfundoj fitneja ti kur ngritet shtiza me gjakun e ti. Që do të thot ai ka me përfundu. Ama specifike ti është jetëgjatësia edhe disa veçori që Allahu Azza wa Jall jep atij, jo që ai posedon, por Allahu Azza wa Jall për mi sprovu njerëzit, jep në dorë atij edhe ja usçaron çfarë pamje të shëmtuar ka dhe çfarë tmetash ka, edhe qysh njerëzit nuk e këshyrin tmetat e tij. Padyshim që kjo ndicudit nëse në kohën e hershme, sukon e kapshme, qysh ndicudit është shumë e kapshme, sepse njerëzit nuk e këshyrin ndicudit, a është gënjeshtar apo ju, a është me tmeta apo ju, a është i pandershëm deri në pikë të fundit apo ju, përderisa përfitojnë prej tij në aspektin material. Si të përfitojnë prej tij, ja harrojnë edhe që është i pandershëm. Ja harrojnë edhe gënjeshtën e tij. Ja harrojnë edhe krejt tmetat e tij që i ka, sepse po përfitojnë prej dynjas tij. Apo për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thujt këto vite sanawatun khadda'at, vite të mashtrimit, apo vite të mashtrimit, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Për gënjeshtrohet njeri besnik, edhe japet epiteti njeri besnik dhe shumë i mirë atij që dihet se është i poshtë dhe është gënjeshtar. Ama ndërrojnë ato kriteret e vlerësimit sepse kthehen në dynja. Si ta jep dikush dynjan, më i miri është. Si ta jep, më i keqi është. Nuk ja këshyr pastaj se a e ka fitu me halal, a është i kënaqur Allah me te aju, këtë tjera të binë. E kur shkon njeri duke i harru kriteret e vlerësimit, sakt, se vlerësohet njeri mbi bazën e imanit ti, mbi bazën e devotshmërisë ti, mbi bazën e besnikërisë ti, mbi bazën e emanetit ti, mbi bazën e sinqeritetit, mbi bazat e këtyne cilësive dhe tipara. Nëse harrohet kjo, automatikisht tani tek njerëzit kthehet veç një bazë, këto tjera të bin, veç një. En-nafa, dobia, interesi. Si të kanë interes, mu i harrojnë krejt ato tjera, edhe kjo është smundje që na ka goditur edhe neve si musliman, që ka ardhur prej kufarve, prej atyre që se besojnë Allahun Azza wa Jall dhe nuk e adhurojnë, që te ta i miri dhe i keqi është veç në aspektin e dynjas, në aspektin material. I mirë ka mundësi me qenë edhe ai që ta ka vrar fëmin, përderisa mas asaj ta shpagun dhe t'jep parë dhe kërkon falje. I mirë thu, edhe i keq është ai i cili s'tjep dhe nuk kujdeset për ty dhe nuk shpenzon për ty, qoftë edhe nëse ta ka shpëtu ty edhe familjes tonë jetën. Kështu që Dejjalli është njeri që nuk duhet me mendu diçka përveç saj. Dhe gjithashtu, Dejjalli është njeri me cilësi të dobta. Njeri i dopt, sepse dobësia e tij është në pamjen e tij. Dobësia dhe tmetat e tij janë pe fytyrës së tij e të poshtë. Po të kishin njeri i fuqishëm, veç njeri i fuqishëm, kish me vrapu dhe me ecë në largimin e tmetave që i kanë fytyrën e tij.
Apo që bares pakut barazohet me tjerë, por aty është sfidu nga ana Allah të zogje. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë jetu, kanë vdek, tabenët kanë jetu, kanë vdek, tebi tabenët gjithashtu dhe shumë gjenerata dhe s'kan dit. Jo gjenerata me shekuj, s'kan dit se që ajnë operacionet plastike, që edhe njerin më të shëmtum ta bëjnë të bukur. Që ta që janë prezent, apo edhe me të madhe operacionet plastike. Dhe më dhe njerin më të shëmtumen me tërlit mete fizike, mas një 7 operacioneve plastike, që bëjtojnë estetike, e bin dhere dikon në normalitet. Bon vaki bile dhe investimi ti është që më bu jo normal, po ma shumë sa normalja. Kur ka mu dërgu Dejjali, në kohën, kur qëtu kanë me qenë në kolëm. Në kohën, nëse jemi na umetin të sen ka mu dërgu Dejjali, apo ka mu shfaq Dejjali. Ajna na qaj umet? Pa pik dyshimi. Pse aj nuk po mundet me ndërhy bare me përmirësu pamjen e ti? Se inna Allaha ajizahu an dhalik. Allahu e ka pa aftësu nga kjo punë. S'munët aj me krejt atë që e posedon, s'munët me ndryshu pamjen e ti, se Allah azuzhe sprovimin e njëzimit e ka lidh me qatë pamjen e ti. Që ai ka mëmet me pamjet shëmtume, të keqe, të dëpt, që është kanë me përshkru pamjen e ti, edhe njerëzit nuk kanë mja pranu të metat e ti, po kanë mja këqyr pasurin që ja jep, aren dhe argjend, apo fatatba'uhu kunuzul ard, ka ardhur hadith, apo thesart e tokës dalin dhe i ngajnë përmas atij. Siçka ke asifin nahl, sigur se që është tuba e bledhve. A keni po tuba e bledhve, ecën nashta mija bled me njerë qashtu vinë mas ti ari dhe argjendi. Njerëzit habitën mas arit që e ka pranë edhe se këqyrin fytyrën e ti dhe pamjen e ti. A i thënë dashën me përfitu nga kjo, besë se unë jem zoti. Berëm mu se që dhe thot në regull ti ka ke zoti edhe. Pse Allah Azza wa Jall na e dim se është i bukur, gjemil, edhe nuk ka fe në fytyrë tokës, e që qatë zotin e tëne që e adhurojnë qoftë, e që na e dim se ata që adhurin pas Allah të zhujt dikën kënë duke adhuru të kota, po këtën duke adhuru dikën që sështë meritor as thonen mja gjujt atina, jo më diçka ma shumë, po ama krejta që atë zotin e të në menojnë se është i mirë, krejt. Edhe kur dojnë me pikturu, e pikturojnë se diçka të bukur, apo edhe kur dojnë me të regojnë se është i mirë, kërkës të është qështu i keq dhe është qështu me të meta, apo sepse ai që ti adhuron dhe i nënshtrosh do të më konë diçka shumë e mirë. Allahu inna Allaha jamil, Allah është i bukur. Dhe bukuria krejt kësaj gjithësia është si shkak i bukurisë së tij. Se Allahu Azza wa Jall është i bukur dhe çdo se që e ka kriju të bukur. Kush është më i bukuri prej krijesave? Ose më e bukura krijesë është Ademi alayhis salam, për shkak se Allahu direkt me dorën e tij ka kriju. Tani çat bukurinë gjysmën e saj ka trashëguar tek Jusufi alayhis salam. Dhe gjysma tjetër është tek krejt njerëzimi. Bukuria se ai u koni pari që Allah me dorën e tij ka kriju. Është më i bukur. Apo tash ti e sheh shëmtimin që e ka ky që thotë se unë jam Zoti. Nuk ka sy, edhe këtë syrin tjetër e ka të mbyllën, të mbulum nga një copë e mishit që i ka dalë mbi sy. Që do më thot, edhe ajo e pengon me pa. Edhe në balë i shkun ka fa ra. Ka thonë pejgamberi sa ose në këtë formë, ka fa ra, jo kafir, po ka fa ra, që se cili njëri që ta sheh. Yaqra'uhu men ya'lam al-qira'a wa man la ya'lam. E lexon ai që din me lexu dhe ai që s'din me lexu. Kafara, kafir, në balë i shkru, krejt e lexojnë dhe e kuptojnë, dhe të metat e tij që i shohin fytyrë, edhe të metat e tij që kanë ardhur në hadithe tjera që e ka kokën e vogël, edhe e ka kështu dhe ashtu që ka ardhur përshkrimi. Këto të meta tregojnë për ato se ai s'ka mundësi me qenë njeri i plot e lemu Zot, ama fitneja e pasurisë dhe e dynjas i verbran tjerë nga të metat e tij. Për këtë du të me ditë se fitneja e tij
është dynjaja dhe pasuria. Nëse na bim sprovën e dynjas edhe të pasurisë, shumë letë kena mëron sprovën e dëgjallit. Ndërsa nëse na jena njerëz që vlerësojmë cilësinë e mirë dikujt, edhe i jadim të këqija dhe tiparet e këqija dikujt, edhe mbi bazën e cilësive të mira dhe të këqijave vlerësojmë dikën, jena nga lloji dhe kategoria që kena mundësi mi boball fitness e dëgjallit. Nëse e sheh veten që te ti nuk po ndikon dynjaja e dikujt që ti më dash edhe nëse e sheh punë të këqija. Edhe nuk po ndikon varfëria e dikujt nëse e sheh punë të mira që ta dush ato dhe ta përkrash dhe ta afrosh, dije që ti je nga lloji njerëzve që s'po them je i shpëtuar, po je kapacitet për me shpëtuar nga fitneja e dëgjallit. Ndërsa nëse vlerësimi dhe kriteri i dashurisë, afërsisë dhe kështu me radhë është veç interesi, veç dynjaja, ti je potencial, për këtë shkak që fotët janë ndjekësit e ti mas shumëti, gratë janë ndjekësit e ti mas shumëti. Pse? Sepse aty në intereson ajo që ka përfitojnë, ju ajo që ajo cilësuat me te dhe vequat me te. Thot El-Kelabadhi, për i djetarëve të hershëm që ka vdek në vitin 384, kër e përmen dhe gjallën dhe flet për te, thot tmetat e ti e tregojnë se sa largë është e vërteta që ai pretendon nga vetaj. S'ka mundësi me qenë Zot edhe mi pas tank të tmeta. Ai s'ka mundësi me qenë pejgamber mi pas të tmeta. E limo diçka më shumë, po pejgamberët e Allahut azza wa jalla janë të ruajtur nga tmetat fizike. Pse? Sepse njerëzit kanë më thonë, po Allahu që të ka dërguar s'mujti me ta rregullu ty që ta. Për këtë shkak pejgamberët janë të ruajtur nga tmetat fizike. Pse se ka me reflektu të mos pranimi i popullit dhe i masës ndaj fjalës tëne. Se kur i shohin tmetat. E tash para menu, ai që thot unë jam Zoti juv, me tank të tmeta mi pas, thot gjendja ti tregon se është mustahil e pamundshme të jetë reale ajo që ajo thot. Pastaj thot, ne gjithë e dimë dhe besojmë se Allahu azza wa jalla nuk shihet në këtë dynjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka tregu për dëgjallën, fundi i hadithit vërtet është se dijeni se ju nuk keni me po Allahun në këtë dynjë. Nuk shihet Allahu azza wa jalla në këtë dynjë. Apo nuk keni me po Allahun azza wa jalla në këtë dynjë. Dëgjalli ku ka më po? Në këtë dynjë ka më paraqit dhe ka më thonë se jam Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë ai është njeri me tmeta edhe nëse ato e godet një sprov, e kom qëllimi, një smundje, edhe ai ndikohet për i saj, edhe tek ai ndikon e mira dhe keqja, gjitha ato, por ai i vëzhgon situatat e njerëzve dhe e sheh se kur është koha më e përshtatshme që ai ka mundësi ta shtri rrjetin e tij dhe ta shtri përhapjen e tij. Për këtë edhe ka ardhur në shumë prej transmetimeve që dëgjalli edhe nëse nuk është tash prezent me fizikun e tij, është prezent me informimin e tij. Është prezent, ai është të mbledh informata. Ai nuk mundet me dal kur dën ai vet, mu paraqit kur dën ai. Ama prej hadithit të Temimit Darit, apo i ka interesu çka ka ndodhur me lumen atje, çka ka ndodhur me Taberie, çka ka ndodhur me burimin e ujit në Bejsan, çka ka ndodhur me filan venin, a ka dal pejgamberis, ai është vazhdimisht është në interesim të kërkimit të ilmit dhe të informatave për njerëzimin. Disa nga dietarët duke bazuar në disa transmetime që inshallah kena me përmend si përfitime prej mësimit të dëgjallit, thonë se dëgjalli nuk kushtëzohet veç me daljen e tij reale. Dëgjalli ka mundësi që tash ka dalë është mesin tonë. Me një prej formave të paraqitjes së tij, sikurse që ka qenë paraqitja e tij në formën e Ibn Sayyadit, apo është paraqit sikurse Ibn Sayyadi se çtoja ka hap Allah azza wa jall, ama fitne e tij nuk plotësohet veç se kur del me pamjen e tij të shëmtuar. Atëherë nuk ka mundësi që njëri të shpëtoj nga sprova e tij veç se pas ballafaqimit. Ndërsa tash ka mundësi të shpëtoj nga sprova e tij sepse ende s'ka ndodhur ballafaqimi. Për këtë ka një transmetim dëgjalli 3 herë dal.
thalath kharajat ka, 3 paraqitje ka Dejjalli, apo? Hadithi është tek Tabarani, edhe të tjerë ka dobësi hadithi, ama kuptimi i tij po tregon se paraqitjet e tij janë disa lloje. E fundit është ajo paraqitja e tij që është fitne. Ndërsa paraqitjet para saj janë për me mbledh informata, për me marr informata se ka të shku njerëzimi. E në qëtë ku besoj që bëjegi shumë jënë pje kushtet që ai të shpresoj se një ditë kom ju zgjidh aja që është e lidhë me te dhe mi thonë tash është jënë pje kushtet, apo? Për shkak se është tiparet e njerëzve janë duke ndryshu, është ndryshu natyrshmëria e tëne, apo? është prish natyrshmëria e njerëzimit. A ka prishje më të madhe se sa mundohen mjau imponu njerëzve se s'është e keqe kjo punë që krejt njerëz të meqëm, edhe ata që s'janë të meqëm, e dinë se është punë e dytë, çështja për shembull e homoseksualizmit. Apo edhe çështje tjera të kësaj natyre. Janë të dyta ato, nuk ka mundësi të kuptohen si sene normale. Po dojnë pejtash fëmijët e muslimanëve, edhe fëmijët në përgjithësi, po edhe tjerë mi adaptu që normale është kjo çështje, si kjo, apo a nuk ka kjo meskh lil fitra, a nuk ka që kjo me dosh mjau shly njerëzve natyrshmërinë dhe fitran, që natyrshëm mashkulli kur dën me këqyr diçka më hapsh e këqyr gjinin e kundërt, apo nuk e këqyr gjinin e njëj, ama tash është tu punu shumë, e kjo është një prej strategjive kyçe të Dejjallit që nëse te i kalohet kjo, apo domethënë njerëzimi ka rrit deri në çat pikë që natyrshmërinë tonë me gjujt në kont për llogut, edhe me pranu ideologji tjera, pse se pranojnë tonë Dejjallin? Domethënë tani më pranimi i Dejjallit kështu teorikisht është shumë më e kapshme sa çka që është ndodh. Shumë më e kapshme është, sepse ai bëre i ka do interesa caktuar dikush që ndjek dhe e pason atë. Shkurta apo më merr diçka, ndërsa këta që janë duke pranuar ndryshmërinë e natyrshmërisë deri në këtë shkallë, sension të marr. Po kupton? Sension të përfitu. E kjo t'ja me kuptu se agjendat botërore janë duke ja shtëru rrugën ati. Edhe nuk është heq larg që edhe kanë në i farë frymëzime që e marrin për ti, në i farë këshille që janë ngojnë ati. Heq nuk është larg, apo. Wallahu a'lam. Dejjalli tash ku është, çka bën? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dy sene ndërlidhen me te. Apo triti tham. E para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu që ai është gjallë. Mos më ndonjë se ka me ardh, ka me lindë dhe ka me jetu dhe ai është gjallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadithin e Tirmidhit, inni mukhbirukum, ai ka thonë Temim ad-Darit, që kena me përmenë inshallah në hadithin e Temim ad-Darit një ders. Ai ka thonë Temim ad-Darit edhe 30 viteve që kanë qenë me te. Ka thonë, unë e pju lajmëri për vetën tem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e përshkruan nga Temim ad-Dari që Dejjalli ka thonë. Inni mukhbirukum anni, inni ana al-Masih wa inni ushiku an yu'dhana li fi al-khuruj. Unë jam Mesihu, e kanë thonë, ulemoja si ka thonë Mesih Dejjal, që të ketë dëshirë të bëj rivalitet Mesihut, Isës a.s. po, s'mos me përmen, se kjo është ai me të meta, po me jep një emër të përgjithshëm, sikur se që thash, ka qef mi mashtru, dhe mi aulon të paqart njerëzve. Thot, inni anel Mesih, unë jam Mesihu. Po, thot, edhe pju të regoj se nuk është shumë larg koha dhe momenti me më thonë mu je i lirë, dil, paraqitu. Kjo hadith po e tregon se ai është gjallë. Është gjallë. Para e dyta, në të njëjtin hadith ka ardhur se ai është fi jaziratin min juzuril bahr. Është një ishull nga ishujt ndeti. Në cilin ndeti transmetimet që janë tek Muslimi Sahih përmendin ndetin Mesdhe, që quhet Bahrul Arab, apo ndetin Mesdhe. E qysh ky ndetin Mesdhe paraqitja e tij ka me qenë në lindje? Ndetin Mesdhe e paraqitja e tij në lindje, kjo është argument që ai bartët dhe lëviz. Ju ai vet, po e bartin dhe e lëvizin ata.
Ai bartët dhe lëvizët. Pse se e kam pa në Gjezira me në Gjuzur, e paraqitja ati ka me qenë me 1000 kilometra larg aty. Sepse ka me ardhur nga viset e lindjes së largt, apo? Kështu që ai bartët, edhe për këtë shkak hadithi Ibn Sajjadet jep me kuptuar se ai bartët dhe lëviz. E kjo është në përputhje me çat hadithin që përmenda pak më herët, se ai ka paraqitje, jo një, ka disa paraqitje, disa dalje. Dhe e treta që ka ardhur në hadith dhe është përshkruese muqayyadun bi withaqin shadidin min hadid. Është i lidhur fort tash, edhe i prangosur me zinxhir, apo i prangosur me zinxhir. Këtu janë që përshkruhet gjendja e këtij tash. Apo e para është gjallë, që i bie se han dhe pim furnizohet, se njeri është nuk ka mundësi me jetu pa to. E dyta është me një vend caktuar në një ishull. Në një ishull. Dhe e treta është i lidhur dhe i prangosur. Gati është mu zgjidh ato prangat e tij, dhe afër është udhëtimi i tij dhe paraqitja e tij, edhe nuk është hiç larg që të ndëgjojmë për fetnën e tij, kështu praktikisht. Këtu ishin sa i përket sudit dhe hadithet që i kena përgjithë sot mi përmend, ndërsa nga takimi tjetër filloj me përmend cilësitë e tij në aspektin e krijimit. Çush është i krijuar, pamja e tij, pastaj mi tregu shenjat se kur është afër dalja e tij, e që ato shenja kanë të bëjnë me disa vende të caktuara që ai ka kërkuar informata për to. Edhe na kanë arrit në hadithet vërteta, ti përmendim ato edhe ti këshyrim sipas studiuzve që vitin e kalum i kanë bu. Se çush është gjendja e që atyme vendeve që ai ka pyet për to, çush është puna me Taberijen, çush është puna me Bejsanin, çush është puna me vendet e caktuara që ati i kanë interesu. Studimin që po them është në vitin e kalum, që me ditë se vazhdimisht i vëzhgojnë dietarët që ato vende dhe me këshyrë se deri ku në çfarë niveli ka arrit uji i këtij vendit dhe thatësia në këtë vend dhe kështu me radhë që me ditë se është afër dalja e tij. Pastaj me vazhdu me fitnën e tij në mënyrë të përgjithshme duke u bazu dhe referu haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allah në zëvgjel që të na ruaj nga fitnë e tij, neve dhe familjet tona. Dietarët të hershëm ja u kanë përmend hadithet e Dejjalit familjeve dhe fëmijëve. E që tash në bazë të ndikimit që e kena nga perëndimorët apo nga kufarët, na tash këto tema si qelim me familje dhe me fëmijët tonë që mos i tutim, e që i përgatitim pastaj mu kon pjesë e Dejjalit. Pse? Se ti i lën në xehel, në ignorancë, tani kur paraqitet fitnë e atij, veç kur ishe të lojnë ata vetë shkojnë mas ti. E për këtë shkak mirë është që këtu m'ja u përmend. Me aq sa e kupton kapacitetin e fëmijës, me ka thënë është një dejjal dhe është një fitnë, veç Allahu të ruan dhe të mbron nga ai, mëso këtë dua, wa'udhu bi fitnatil mesihid dejjal, dhe lexoje surën Kaf, dhe mësoj ajetet e 10 të para apo 10 fundit surës Kaf, dhe bëne këtë që kanë ardhur nga udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që me u mbrojt nga fitna e Dejjalit. Allah na ruaj neve dhe familjen tonë nga fitna e tij dhe nga vet ai. Me kaq e përfundoj, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.